Shiko, rivlerësimi i pronave është procedura e cila duhet me ndodhë, por normat janë problematike. Me thonë, shikoni, kemi me pas bizneset cilat kanë me pagu ma shumë tatim pronë se shpenzimet cilat i kanë, themi, operative, punëtor, që i mbajnë, që i paguin me paga, o shumë. Nuk besoj që ka komunë në Kosovë cila ka kërku rritjen e normave të tatimin pronë. Nuk e kemi kërku një gjotë tillë, fakt edhe kemi reagu duke thonë që nuk bën për shkak se kemi me pas ngarkesat mëdha për qytetarët. Me thonë, nuk kemi mrinë atë fazë. Sidoqoftë në vendime cilat i ka marrë qeveria pa pajtimin e komunave, pa pajtimin e asociacionit, po dhe pa pajtimin e komunave, ka me ngarku qytetarët, po jashtëzakonisht shumë ka me ngarku bizneset. Ka qenë pak cinike që implementimi i tatimit është shty deri mas zgjedhjeve, që do të thot e kanë pas të qartë që nuk është diçka që e dënë populli i Kosovës, prap e kanë bo, e kanë shty me e kamuflu deri mas zgjedhjeve. Ne ju kemi tregu qytetarëve të Kosovës, edhe bizneseve, që kanë me pas ngarkesa të larta tatimore, për cilat komunat kanë qenë kundër. Te çështja e rritjes çmimit të energjisë, mos harroni që nuk është vetëm 15%, 15% që është në rritjen e më përparshme, shumë prej kur ka nisë, në rritje e përmi 150% tashti. Kosova duhet me dhënë një përgjigje. Kjo rritje e çmimit, a korespondon me çmimin e energjisë në tregjet ndërkombëtare, në berz? Po na thojnë po, okej, atëherë, energjia që keku ja shet distribucionit, a korespondon edhe ajo? Apo 35 euro të kekut që shet energjin nuk kalkulohet si vlerë e çmimit? Shikoni, kemi problemet mëdha edhe me spjegu, po edhe qytetarët e Kosovës kanë probleme do të kenë probleme edhe më të mëdha.